Celia Blu vijon të mos e njohë rezultatin e dalë nga zgjedhjet parlamentare të 11 maj, ndaj edhe kandidatët e Partisë Demokratike në Tiranë dyshojnë në manipulimet që kanë bërë numëruesit e tyre gjatë procesit të numërimit të votave në Tiranë. 3 kandidatë të listës së hapur janë drejtuar kasit me kërkesë zyrtare për të bërë numërim. Elim Mehmeti u shpreh se bazuar në kthyrjen deri më tanishme rezulton në një paraqësi në masën rreth 5% të votave të miratuara të konstatuar nga ana ime, duke pasur parasysh faktin që subjekti ynë PD-AMSH ka 164.316 vota. Rezultati për kandidatët mund të ndryshojë në kushte që diferenca midis meje dhe kandidatit të renditur përpara në listë është i ngushtë apo rreth 1.2% e numërimit total të gjithë votave të subjektit. Nga ana tjetër, Mimoza Atermata u shpreh se ka marrë 5.233 vota si kandidat në listën e hapur. Gjatë procesit të verifikimit nga ana ime kanë vërejtur disa paraqësi të cilat mund të ndikojnë në ndryshimin e rezultatit në mënyrë të ndjeshme, sa i përket renditjes time në tabelën e kandidatëve. Duke u bazuar në kthyrjen deri më tanishme rezulton një paraqësi në masë mbi 1000 vota, në të paktën 6 KZAZ.